Partia Demokratike nuk e mbështet ndryshimin e kushtetutës për të dhënë mundësi prokurorëve të SPAK-ut të rikandidojnë. Pas kërkesës së drejtuesit prokurorisë posaçme Altin Domani në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për një mandat të ri, Sali Berisha në një konferencë me gazetarët deklaroi se opozita nuk do të mbështesë asnjëherë ndryshimin e kushtetutës për këtë çështje. Në çdo takim kërkon ma ndryshoni kushtetutën për karrierën time. Jo mos zoti, ndryshoj kushtetutën për karrierën tënde. Po kushtetuta do ndryshoj, do të hiqet e drejta në mënyrë të prerë që prokurori të kontrollojë gjykatësin e dosjes. Kjo s'ndodh në botë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha komentoi edhe hapjen e kapitujve të negociatave për antarësim në Bruksel. Sipas Berishës, Partia Socialiste nuk mund ta bëjë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, duke goditur premtimin kryesor elektoral të rivalit politik Edi Rama. I ftoj shqiptarët të mendojnë në rast se vërtet janë për integrimin, të votojnë forcën politike që ka dhënë prova të pakundërshtueshme se ajo ka integruar Këshillin e Europës, ka firmos marrëveshje stabilizatës asociimit me Bashkimin Evropian, ka liberalizuar vizat dhe mos mashtrohen me pasaportën falso të Edi Ramës, të cilën sot për sot nuk e pranon askëkush. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka futur në listën e kandidatëve për deputet figura të sponsorizuara nga krimi, duke akuzuar kandidatin Elbasani në listë të hapur, Sara Mila, se mbështetet nga Suel Çela, i shpallur në kërkim për disa vepra të rënda penale. Se Suel Çela ditë e natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një mile. Sara Mile. Dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndërshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë të mënyrë. Sipas Berishës, bandat e krimit organizuar janë përfshirë në fushat për Partinë Socialiste në Durrës së Shkodër, duke i paralajmëruar se çdo krim elektoral do ndërshkohet ashpër nga drejtësia.